Por më shumë se 2 dekada, ato i kanë dhënë gjatëri zonës së Rubikut dhe kanë ndihmuar qindra familje e persona në nevojë, por misioni i tyre pritet të përfundojë në muajin shtator. Bëhet fjalë për 3 murgeshat e kongregatës Motrat e Dashurisë së Shenjtë, Giovanna Antida Touret, të cilat prej vitesh zhvillojnë veprimtari bamirësie dhe sociale në këtë zonë. Vendimi për ndërprerjen e misionit të tyre po kundërshtohet nga komuniteti mirëditor. Prej disa ditësh, banorët kanë nisur firmosjen e një peticioni me qëllim sensibilizimin e strukturave vendimmarrëse për të lejuar vazhdimin e shërbimit të motrave në Rubik. Sipas banorëve, institucioni social i drejtuar nga murgeshat ka bërë më shumë se pushteti për komunitetin, duke sjellë shpresë dhe mbështetje për shumë njerëz. Kontributi i tyre ka qenë i dukshëm në edukimin dhe argëtimin e fëmijëve, si dhe në ndihmën ndaj të moshuarve dhe familjeve në vështirësi ekonomike. Marrëdhëniet me këtë popull, ndihmën që ju kanë dhënë këto nuk besoj që ja ka dhënë askush deri më sot, asnjë lloj qeverie. E vetmja shpresë e fundit që ka ngel për zonën e Mirditës, për këtë popull të Mirditës janë motrat. Më shumë se sa pushtetarët janë futur në çdo familje, tek i varfri, tek i smuri, tek i dhunuari, kanë përcjell shumë breza fëmijësh, do me thënë kanë qenë një, si thuash, një fllak, një freski për gjithë popullin. Motrat janë, do me thënë, janë florini Rubikut, e kanë ndihmuar Rubikun maksimum. Fëmijët nuk i lejnë me dalë në rrugë gabume, kanë hap kurse, violine, çdo gjë. Nuk e di, kinemoja është mrekulli, do me thënë aty. Janë munduar të krijojnë hapësira për të rinj, aktivitete të ndryshme, dhe na kanë mbështetur me të vërtetë. Ato të gjitha bashkë kanë luajtur dhe vijojnë të luajnë një rol social, shpirtëror, shumë të madh për komunitetin. Edhe bashkëpunëtorët e motrave kërkojnë që misioni i tyre të vazhdojë, duke i cilësuar ato si shtyllë të rëndësishme të jetës sociale, edukative, kulturore dhe shpirtërore të Rubikut. Neve kemi bërë aktivitete shumë bashkë, gjithmonë fokusi ka qenë tek gratë në përgjithësi, sidomos tek gratë kryefamiljare dhe tek gratë që sidomos në aktivitetin e fundit që bëm me gratë e prekura nga tumori i gjirit. Unë nuk mund ta mendoj Rubikun pa këto motra, nuk mund ta mendoj jetën e fëmijëve, sepse këto motra kanë atë pjesën e tyre në jetën e fëmijëve që nga vogli. Në harkun kohor të pak ditëve janë mbledhur rreth 1000 firma. Peticioni do të dërgohet strukturave vendimmarrëse të klerit katolik në Itali dhe Francë me kërkesën që misioni i motrave të dashurisë në Rubik të vijojë edhe pas muajit shtator.